Universiteti i Tiranës nderoi sot me titullin honoris causa zotin Ahmet Çallëk, presidentin e Çallëk Holding. Akordimi i titullit u bë me motivacion për kontribut të veçantë dhe këmbgulje të pashoqe në zhvillimin e ekonomisë shqiptare si edhe për vlerësimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të universiteteve në Shqipëri. Është një rast i mirë për të evidentuar energjitë dhe gjenalitetin e zotit Çallëk për zhvillimin dhe zgjerimin e biznesit të tij. Aktualisht Çallëk Holding numëron më tepër se 24.000 punonjës në 17 vende të ndryshme të botës. Kompanitë e tij shpeshherë kanë dhënë mbështetje për komunitetet ku ato operojnë. Dekani i Fakultetit të Ekonomisë konsideroi ceremoninë si një moment të veçantë, pasi Ahmet Çallëk ka investuar në vendin tonë në disa fusha, si telekomunikacion në sistemin bankar, por kontributi i tij është i dukshëm edhe në arsimin shqiptar. Nga ana e tij, zoti Çallëk, duke shprehur falënderime për dhënien e titullit honoris causa, theksoi se partneriteti me Shqipërinë dhe Kosovën, duke filluar nga viti 2000, është bërë vëllazëror. Për të ceremonia dëshmoi se ai është pjesë e Shqipërisë, duke qenë krenar për investimet e tij në vendin tonë. Në Tiranë dhe në Prishtinë, asnjëherë nuk e kam ndier veten të huaj, e kam ndier veten si në shtëpinë time. Pikërisht kjo ceremoni që ne po bëjmë sot tregon që unë nuk jam i huaj, por jam pjesë e këtij vendi të bukur, jam pjesë e juaj. Të ndikojmë dhe të ndihmojmë në ekonominë e Shqipërisë, kjo për ne është një lumturi e madhe. Dhe do doja të konfirmoja me shumë kënaqësi këtu para jush që grupi jon do të vazhdojë mbështetjen e tij për sektorin e arsimit. Një ndër sukseset më të mëdha për Ahmet Çallëk është të ndihmosh ata që kanë të ardhurat të ulta, sidomos të rinjt. Ai ka konfirmuar se do të vazhdojë të mbështesë fushën e arsimit si parsore. Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e Rektoratit të Tiranës, ishin të pranishëm Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla, ambasador i Republikës Turke në vendin tonë, senator dhe profesor të Universitetit të Tiranës.